Fort lumturi, afron festa e Krishtlindjeve. Kisha jonë send, si nëna e dhemshur mundohej të na përgatisë shpirtërisht për të festuar lindjen e Krishtit me mënyrë të belkier tek Zoti. Domethënë, pasi të jemi rrëfier dhe pastrohemi shpirtërisht, të kugohemi dënisht trupin dhe gjakun e Krishtit. Paravolinë e darkës mistike na paraket sot kisha jonë me anën të Ungilit. Qëllimi i saj është që ne ta kuptojmë këto të vërteta. Se pari, Perëndia fton të gjithë njerëzit në darkën mistike të mbretërisë së tij, domethënë parajs. E dyta, Perëndia dëshiron që të gjithë njerëzit të pranojnë ftesën e tij dhe të ulen në tavolinën e shpëtimit. Dhe fillon të tregoj paravolinë e darkës mistike. Një njeri përgatiti një darkë të madhe, me madhështi të dukshëm, ofroi shumë pasuri dhe shumë gjëra të mira për të kënaqur të ftuarit e tij. I Zoti i shpis ishte për kujdesur për të gjitha, por parakit diçka jo e mirë. Dhe të ftuarit nuk erdhan. Atëherë i thot shërbetorit e tij, vrapo që ti thuas, hajde një mos vunoni, sepse çdo gjë të asme është gati. Shërbetori i gjen, por e pranojnë ftoht dhe pa interes. Edhe sikur e kishin bizetuar njëri tjetër me parë, filluan të justifikuhesin. I parë thot, kam bler një copë tokë dhe do shkoj të sikoj. Prandaj, të lutem me justifiko. I dyti thot, kam bler 5 çifte buajs dhe do shkoj të provoj në ardh. Të lutem me justifiko. Dhe i treti thot, që ishte martuar edhe s'mund të linde gruan e tij. Ke Sarake ishin justifikimet e tyre. Se mos do t'i bante i Zoti i shtëpis shumë ditë dhe shumë javën në shtëpinë e tij. Darka do ta bëhej atë natë, dhe të ftuarit me një herë mingezën tjetër do të ishin të lirë që të merreshin me punën e tyre. Justifikimet e tyre nuk ishin thjesht kesarake, por ishin dhe ofenduese për njeriu që ftoi për darkë. I mërzitur dhe i hidheruar shërbetori u kthye dhe rrefeu sjelin e turpesme të ftuarve, por me të drejtë u hidherua i Zoti i shtëpis kundër të ftuarve të tij. Dhe urdhëroi shërbetorin e tij, dil shpejt në përsesë dhe në për rrugicët e ngushta të qytetit, dhe blodhit e gjithët e varfërit, dhe të përbuzurit, sakatet, të qalët e të verbrit. Dhe ky urdhër nuk vonoi të ekzekutohej. Pas pak, shërbetori besnik dhe i gatshëm i jepte përgjigje. Zot, si urdhërove kështu u bë, por ka akoma vend i bosh. Prekse shumë por dhe troditese est urdhëri i ri të Zotit të mirë e bamirës. Mos u vunoj, thot përsëri shërbetorit e tij. Vrapo tani i jashtë qytetit, në për rruga dhe në për cepa ku blidhen ata të cilat vënë rrotull, të pas trehat dhe xhiti ata që të vinë, që të mos kenë turp, që të buset shtëpia ime, që të gëzojnë dhe të shijojnë të mirët e mia, sepse ju siguroj, tha duke shtuar, asnjëri ka ata që me ka përbuzur nuk do të shijoj të mirët e darkës sime, ku për hir të tyre e kam përgatitur. Kjo paravoli ka një sfaqje të vërtet. Le të qëndrojmë në një pikë të paravolisë, në një sfaqje të vetme, në sfaqjen e darkës së madhe. Çfarë deshte të predikoj Zoti me këtë paravoli? Jo sigurisht materialet e mira e të shumta, e negociet e pasur, por dhuratat e paçmuara shpirtërore, të cilat na i dhuron mirësie e pafund të Perëndis. Dhe këto janë drita e mesimdhënies së Zotit, të vërtetët e Ungilit, nga të cilat njoftohemi, aq sa vetëm mban mendja jonë. Çfarë jemi, gavim, ku drejtohemi, kush është Perëndia, ati unë, sa e paçmuesme është vlera e shpirtit tonë, çfarë është i mirë dhe çfarë është e keqie, dhe kush janë të mirat e jetës së përgjithshme. Në këtë sfaqje të darkës, Zoti deshte të simbolizojë diçka shumë të lartë. Deshte që lartëson mendja e të gjëzve të tij nga materialet në shpirtëroret. Deshte që të dizde në zemrën e njeriu dëshirën e zjarrt, që të merrte pjesë në një darkë tjetër, në një darkë qiellore,
të cilën mendja njerëzore nuk mund ta imagjinojë. Të numërta janë të mirat dhe shikimet e saj darke, e pafundes kohës zgjatja e saj. Fillon nga jeta toksore dhe vazhdon dhe në jeta e përgjithshme. Të dritshme janë ikonat kinasfaki. Darka e madhe ofrohet në tokë dhe vazhdon në qiell. Kuptohet që është darka e kungatas hinore. Darka e beltires së sotme paralajmëron darkën mistike të Zotit, ku gjykuat cilësia e nxënësve. Gjithashtu, paralajmëron edhe misterin e kishes të tryezës eukaristike, ku të gjithë besimtarët që marrin pjesë gjykohen sipas punërave të tyre. Të gjithë krishterët janë të ftuar në darkën e madhe. Kur prifti del të dera e bukur, duke bajtur kupën e send, na drejtohet të gjithëve ne për të marrë pjesë me frikë Perëndie, pra me shpreshtari, besim dhe dashuri. Ku të afrohemi? Në darkën mistike, në misterin e besimit dhe adhurimit dhe të dashurisë. Adhurim do të thotë një lidhje e ngushtë me personin e Perënderiut Krist, i cili na fal shpëtimin nga pasionet tona të prisjes. Në shërbetiren e sotme të ftuarit ishin të shumta, por nuk ju përgjikën ftesës që moran. E me eredesis mia est se nuk erdhen ata njerëz që ishin ftuar zyrtarisht, derisa ishin njerëzit e dorës së dytë, ata që përgjikën ftesës. Në këtë histori, ata të panjohurit zun vendin qendror në darkën e bretit. Sigurisht, ka shumë vete që pohojnë se nuk janë parapergatitur. Këtë kuptim të parapergatitjes kanë lutjet, himnet dhe troparet nga kryerjes e liturgjisë kinore. I parapergatitin të thirrurit të marrë pjesë në tryezën e send, kistron i Zoti i shtëpisë. Prandaj është paradoks që një besimtar të djeg liturgjinë kinore, pa deruar të Zotin e shtëpisë dhe pa marrë pjesë në darkën e ofruar prej tije. Nëse nuk shijojmë Zotin, nuk kemi për të njohur se është me të vërtet biri i Perëndis. E nëse nuk kemi marrim në eukaristike hinore hirin së nderues të Perëndis ton, si mund të pretendojmë të tricohet mendja jon, të forcohet besimi jon, e të zbutet zemra jon, e të bëhet egoizmi, dhe të jetojmë jetën e njeridasjes, të dashurisë dhe të përgjegjësmërisë. Me pjesëmarrjen tonë në këtë mister të send, behemi një me Perëndin, burimin e jetës dhe të sinderisë. Marrim pjesë ashtu që tani me një farë mënyre në gëzim dhe lumturin qiellore. Cili njeri do ta hedhë tute një çmim të tillë hinor, veçanërisht rreth festës e Krishtlindjeve që po afrohen, do të dëgjohet në veset e spiritit tonë kjo ftesë. Me frikë Perëndie, bezë dhe dashuri afrohuni. Këtë mos gjendjes asnjë që të justifikoj kuptimet profesionale, shoqërit dhe frimet, vështirësit dhe marrëzitje familjare. Nuk me lanë të parapregatitëm, diçka e parë, diçka e pategjuar dhe e pa e imagjinuar në madhështi edhe në lavdi, panegyri gëzim dhe kënaqësie ka përgatitur për ne, krijuesi i tokës dhe i qiellit, Perëndia i madh dhe i pasosur. Dhe çfarë çmimi, të gjithë na ka ftuar Perëndia ne jetojmë përjetësisht në mbretërinë e tij, dhe të shijojmë lavdin dhe gëzimin e papërshkruar, por nevojitet që dhe ftesa të bëhet e pranueshme nga ne. Këtë ftesë për mbretërinë e përjetshme e pranuan edhe sindoret që festojmë sot, Send Eleftheri dhe nëna e tij Anthia. Bajtën besimin tek Perëndia, nuk llogaritën as pak pasuritë toksore, duruan vuetjet, pa ju të rembur as pak, deri dhe martirizimin me vdekje. Irinë mos ishte Send Eleftheri dhe episkop, nuk llogaritja as lavdin dhe as pasuritë krijesore, toksore. Jetoi sipas dëshirës së Perëndis. U martirizua duke hedhur gjakun e tij për Krishtin dhe shijon bashk me nënën e tij e të gjithë sendoret e tjerë, mbretërinë e përjetshme, atje ku nuk ka as dhembje, as psërtima, po vetëm jetët e pabaruar. O Zot, bret i qiellit dhe i tokës, sa zemërgjerje,
pregătite per mua che nu chiamas ge per parateie, ta volin hinore, dark te made, δε με αυτόν, τε σιγιόι μπούκαν εγγιάλ, κι σβρίτικα κύελι, βίτσινε μάιν, κίνγκινε περαντής, η τσίλι γκρέμα κάτε τε μπότας, τε νησό μουα ο ζώτ, τε την κιόι κιθμόν, με τε σύρ φτέσαν τέντε, και τε κέμ δεούν, νι πιές τε ντάρκα σε γέτας, σε περγέτες με, σε εμπρετερείς σε Κίεβε. Αμήν.